sonte nga zemra shoqatës tonë IAS në Treganina, ju sillim atmosferën e paharrueshme të mbrëmjes së çlirimit Kosovës, e cila po zhvillohet në qendrën rinore, pjesë e shoqatës islamike shqiptare australiane. Kjo mbrëmje është më shumë se një përkujtim, është një festë e lirisë, një nderim për sakrificën dhe qëndresën e popullit tonë dhe një mundësi për të bashkuar zemrat tona rreth vlerave të paqes, unitetit dhe identitetit tonë kombëtar. Në këtë program do të ndëgjojmë fjalime frymëzuese, muzikë patriotike, performanca artistike nga të rinjt tanë dhe rrëfime që na rikujtojnë rrugëtimin e lavdishëm drejt lirisë. Ju ftojmë të na shoqëroheni sepse sonte festojmë jo vetëm një datë historike, por edhe forcën e shpirtit shqiptar që jeton në çdo cep të botës. Mbrëmjen e hapi zotriu Agim Shkembi dhe menjëherë në skenë ftoi kryetarin e shoqatës zotriun Adrian Malellari, i cili ngrohtësisht përshëndeti të gjithë pranishmit. Më vonë zonja Shpresa Havolli mbajti një fjalim emocionues duke përfshirë momente nga lufta e Kosovës dhe tragjeditë e familjeve të shumta. Vijuan disa recitime nga të rinjt tanë, të cilët ishin të veshur me uniformat e UÇK-s. Dhe si çdo herë, atmosferën ndezi grupi i vallave Eagle Folk Dance, të cilët në nuhdhetjen e koreografit të zotri Bardhi Durmishi u prezantuan me një koreografi të re kushtuar Kosovës. Mbrëmja vazhdoi në tingujt e muzikës së zotrit Bari Bojku, i shoqëruar nga këngëtarja Seneta, në cila frymëzoi të pranishmit me disa këngë patriotike. Vullnetarët e radios ishin të pranishëm në këtë mbrëmje dhe ja se çfarë regjistruan me mikrofonin e tyre. Çfarë po ndjeni sot në këtë 26 vjetor të çlirimit të Kosovës, i organizuar sot këtu në Youth Center në Melbourne? Do të faleminderit për këtë pyetje. Unë me të kallëzu drejt si shumë i besaj. Jena tepër pa mas i gëzumun që e pa festojmë këtë ditë e rëndësi, këtë ditë historike, edhe si ki pa edhe vetë, këtu janë mbjellë më mërmejës janë ma shumë se 250 vetë sonte. E janë, si e ki pa edhe vetë, janë afër 100 fëmija që kanë marrë pjesë, mase e familjet, edhe kështu, besaj une, se kam besu dhe gjithmonë, këtu në Australi, kur të bohna kështu, edhe kur e majmë, si me thonë, këta manifestime për të ditë e rëndësishme, ke anë komësis tonë, ishtë një lloj mënyrë si me rujt identitetin tonë këtu në Australi. Shumë emocione, është radha e dytë që mbajmë këtë mbrëmje, edhe kemi menduar se do të jemi përgatitur për përgjigjen e anëtarëve në këtë mbrëmje, mirë po na kanë befasuar prapë për të mirë edhe shumë emocione. Shumë emocione, është edhe një ndjenjë shumë e mirë bashkërisht me ndo këtë mbrëmje kaq të veçantë. Çfarë mesazh u përcoll sot për Kosovën nga diaspora shqiptare e Melbourneit? Mesazhi që ne duam ta dërgojmë në Kosovë dhe në ADV është se jemi shumë afër vendlindjes, edhe pse me kilometra jemi shumë larg, edhe na përdorim edhe do të vazhdojmë që çdo datë rëndësishme me Kosovën ta ndajmë këtu me gjeneratat e reja, që të jetë një arsye, një lidhje më e fortë me vendlindjen. Çfarë po ndjeni sot në këtë 26 vjetor të çlirimit të Kosovës, i organizuar në qendrën islamike shqiptare të Melbourneit? Po, së pari ju përshëndes, edhe është një kënaqësi të shohësh të gjithë shqiptarët të mbledhur bashkë këtu në qendrën tonë për të festuar pra çlirimin e Kosovës, dhe është vërtet ndjenjë e pakrahasueshme. U bën 2 vite që po e bëjmë këtë gjë dhe mrekulli. Si po e shihni rolin e të rinjve në këtë manifestim sot? Çfarë mund të sjellin ata për komunitetin?
Shiko, është gjë e bukur kur I shef fëmijët tanë të vegjlit duke kënduar dhe duke kërcyer për Kosovën me këngët e Kosovës dhe normalisht kjo tregon që ka të ardhme, dhe ardhmja jonë janë fëmijët, është bukur. Jemi këtu me Senetën, e cila na ka surprizu sot me zërin e saj shumë të bukur, sepse e them na ka surprizuar sepse në gjitha këto aktivitete që kemi bërë në shumë vite nuk e kam dëgjuar asnjëherë dhe ka qenë një surprizë kësaj mbrëmje. Përshëndetje Seneta. Përshëndetje Aurora, gëzohem. Zërin e kishe fantastik. Nuk e di pse ke pritur këtë moment dhe nuk na ke marrë pjesë në për ngjarjet e tjera që ka krijuar komuniteti jonë. Për mua ishte ndersante të jam këtu, isha ftuar special nga organizatorët e shoqatës, ndëgjo, zërin prej Zotit, veç se nuk pak ushtrime, duhet ushtrime pak ma shumë, edhe sa më shumë aktivitete dhe të mirë na ma shumë me këngën e du shumë. Sidomos këngën popullore. Në fillim kur the që do këndoj, the Aurora do këndoj 2 ose 3 këngë, po unë nuk I numrova ishin shumë pastaj se kam përshtypjen se ti do sa të fillosh të nxehesh dhe pastaj e shfaq më shumë atë talentin tënd. Po, këngën e kam në shpirt. Nuk mundem vetëm me një e me mbaru, dua me vazhdu ma shumë, por e kam nga babi im ka këndu në për festivalet ndryshme, këngë Maje Krahu dhe babi im I bje Çiftelisë dhe Fyellit, kështu që unë e morra prej tij ka pak dhe vazhdova. Fillova të këndoj kur isha 7 vjeçe, ndoshta 6. Vetëm shtëpia ashtu me këngë. Si po e shihni rolin e të rinjve sot të organizuar në kaq mënyrë madhështore, duke performuar valle dhe këngë shqip, kushtuar çlirimit të Kosovës? Me të tregu drejt, kur e kam pasi kanë vallëzu, jo vetëm vallëzime, po edhe veshje kombëtare, me flamur, edhe besa që edhe poezit edhe këngët e kanë ditë si me recitu edhe si me knu, unë jam gëzu shumë, vallajt jam gëzu shumë. Besaj që edhe kështu me gjuhën, si me tha me rujt edhe gjuhën kështu, si me këngë, si me mësim, si e kanë këtu me gjuhën shqype, kështu të mohet si me thonë komësia, sidomos për na që ja jeshtë vendinje për shembull trojet shqiptarë. Dhe mesazhi tuaj për në fund për komunitetin shqiptar në Melbourne? Une vetëm kam dëshirë që sa ma shumë të bime më majtë. Si këta dite që janë si sante e veçantë, edhe historike, po edhe të bime tjera. Vetëm me rëndësi për mu ishtë që të bohemi krejt me familja tonë, që njëna me njëni tjetrin, e masen edhe fmit tonë, shoqnohen, rritën bashkë, edhe kështu masen edhe ata, të me thonë që brezi tjetër, ruajnë identitetin e tyre. Të vazhdojmë të punojmë së bashku, unë jam shumë e kënaqur me komunitetin shqiptar këtu në Australi, punojnë secili në mënyrën e vet dhe në atë sferën e vetë për të mirën e komunitetit tonë. Unë kisha uru vetëm suksesin e të ardhmen. Jemi duke shku, sipas mendimit tem normal, shumë mirë, edhe çka pritet prej anëtarëve tjerë është vetëm që të na mbështesin edhe ma shumë, edhe kështu kur të mlidhemi, idejat lindin, na bashkohemi, të rinjët tonë mësojmë prej neve, edhe kështu do të vazhdojmë, të jemi një komunitet I shnosh. It's a really busy night. Alhamdulillah, we've got a lot of people who have come here for this amazing event. It's really nice because I feel like the main goal and the most priority that this organization has given us is to provide more events for the youth. You know, it's really important to make events like this, no matter where you are, to create awareness for not only the youth, but for people who do not know about what has happened. And you know, with the things that are happening all around the world, it's great to bring awareness that we're not only normalizing the things that are happening, and we're showing that it is a big deal and how much we care about it as well to make these things happen. Po në vende tjera në vendlindje, ke marrë ndonjëherë pjesë në një festival më përpara?
kam marrë pjesë shumë, kam marrë pjesë në për festivale ndryshme, dita verës, nata diasporës, pikniku në vend lindje, shumë manifestimet ndryshme, edhe pashtu ishe pjesëtare e mejtepit atje në Xhamiku, këndova dhe ilahije, pashtu në Zagreb mora pjesë me disa ilahije ndryshme, vetëm një gjam kam e të marak, ndoshta nuk e bëj në jetë, ndoshta kam me bë, zoti e din, që të bëj një album, të bëj disa këngë të mija, por kur nuk arrita të bëj. Kështu që këtu jam tani. Ne ta urojmë shumë që ëndra jote të realizohet, edhe pse ndoshta ne si staf edhe mund të suportojmë edhe të ndihmojmë që ëndra jote të realizohet një ditë. Edhe dëshiroj shumë që në aktivitetet e tjera të komunitetit ton të dëgjojmë më shpesh, jo vetëm sonte. Faleminderit shumë Aurora, ishte kënaqësia ime sonte, faleminderit. I think it's very important that we're not only in touch with our Islamic identity, but we're also in touch with our cultural identity, no matter where we're from. When we come to the Youth Center, we're all united as one. Yeah, amazing. Are you a volunteer here? Yes, I'm a volunteer every Friday night and Saturday morning. It's really nice to be here and, serving our community, our Albanian community, and it feels really nice to come back home knowing that I've made coffees for all these people and, made their day as much as I can. Yeah, and what can you say to the other community members that were not here today? Have they missed out a lot? 100%. You guys have missed out so much. It's really hard to get everyone in, but I'm sure with the radio and with the socials that they'll be able to see what they've lost, but it's okay. Si pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, betohen se do të luftoj për çlirimin e tokave të pushtuara të Shqipërisë dhe bashkimin e tyre. Do të jetë bërherë besnik, luftëtar i drejtë i lirisë, vigjilent, guximtar dhe i disiplinuar, i gatshëm që në çdo kohë, pa kursyer as jetën të luftoj për të mbrojtur interesat e shenjtë të ardhurë. Nëse shkëlqet me ne, le të ndëshuar me ligjet më të ashpra të luftës dhe nëse traktoj qofti humbur gjakurin betohen. Oj Kosovë ime, sa shumë që të dua, ti e vend gëzimi, ti e nën për mua. Të dua Kosovë në të bukurin eme, të dua me shpirt, të dua me zemër.